çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri dhe institucionet në mënyrë që të ofrohet një siguri më e madhe në trafikun rrugor. Pak më parë përmendum që ekzistojnë kompetencat edhe në aspektin e infrastrukturës rrugore nga niveli qendror. Mirë po ekzistojnë edhe kompetencat gjithsesi përgjegjësitë e infrastrukturës e cila është në nivel lokal, që është pjesë e menaxhimit nga ana e komunave. Të dy këto nivele kanë përgjegjësitë e veta, jo vetëm se me përmirësimin e lëvizshmërisë urbane, mirë po edhe lëvizjeve në përgjithësi. Në nivel qendror është më së domosdoshme që të bëhet një vlerësim adekuat i infrastrukturës rrugore, sidomos i rrugëve që kanë një karakter pak më të lartë. Kjo përmes auditimit sigurisë rrugore, të përmirësohet edhe aspekti legjislativ i cili me një farë mënyrë rregullon këtë çështje. Me qëllim që në shumë po mendoj sipas AIRAP-it, që është një program ndërkombëtar i vlerësimit performancës rrugore, këto maten me nivel tyjeve, prej 1 deri në 5. Gjithmonë është synimi që spaku të mrrihet niveli mesatar i sigurisë që është me 3 yje. Thjesht, po dojmë me ditë në çfarë gjendje i kemi rrugët tonat. A jemi në nivelin e 3 yjeve, 2 yjeve, 5 yjeve që vërtet ajo është diçka ndoshta shumë ambicioze, po shumë mirë plotësuar, ndërsa në nivel lokal vërtet është më së domosdoshme që edhe planifikimi që ka qenë më parë, që ka qenë orientimi i planerëve, se si të planifikojmë ose të projektojmë rrugë për përmbushjen e kërkesave motorike. Me një mënyrë qysh mirahatu kerrët, ndryshoj që kjo qasje. Tash qysh mirahatu njerëzit. Qasja duhet të fokusohet në qytetarin. Qytetari duhet me ja kthy qytetin. Me qëllim që të përmbushet po e quaj ky koncept bashkohor që njihet edhe si një mobilitet i qëndrueshëm, fokusi duhet të jetë që më tepër të krijohen kushte për lëvizje aktive, këmbësor dhe ciklist, të favorizohet në gjitha format, edhe me qenë se, ju lutem, jam i vetëdijshëm si shumica e qytetarëve që vështirësitë në operimin e transportit publik përfshir këto edhe ata janë pjesë e kolonave, janë pjesë e ngarkesave në trafik, mirë po, avancimi i transportit publik, krijimi i kushteve për lëvizjet jo motorike është një trend i zhvillimeve bashkëkohore të cilin do të përcjellë edhe ne. Edhe në nivel lokal, edhe auditimin e sigurisë, edhe inspektimin e sigurisë rrugore nga niveli qendror.